Abidon 3 GB internet falas kudo që shkon në Evropë. Unë ndrova disa vende: Kroaci, Sloveni, Austri, Zvicër, Gjermani e Belgjik. Gjithçka ndryshoi, vendet, njerëzit, rrugët, por një sen mbeti i njëjtë, sinjali i 99 eSIM. Për mi morë këtu 3 GB falas internet, mas pari do të me instalu aplikacionin 99 eSIM. Shkojnë në Play Store ose App Store, shkruajmë 99 eSIM, edhe është ky këtu, e instalojmë. Tash pasi u instalu e hapim. Edhe shkojmë e bojmë sign up një llogari 3. Mund është përmes Google, Facebook ose një email të caktuar. Pasi që të hapsh emailën, të vjen që ky njoftim këtu dhe bën claim now. Edhe e prek prap claim now. Këtu do të me vendus kartelën në mënyrë që kur të blesh pako të reja me pas hasdër. Te regioni e vendusëm Kosovën, nëse e ki kartelën e Kosovës, normal. Edhe bojmë setup. Edhe në këtë mënyrë është aktivizu pakoja. Këtë eSIM-in mundem përmes këtij QR kodi ta ruajmë. Shkojmë në settings, connections, SIM manager. Unë i kam disa eSIM-a këtu, po tash e shtoj një eSIM 3. Shkojmë scan QR code, e marrim pej galerisë, e hapim, edhe ky e skenon, edhe bëhet setup automatikisht. Edhe eSIM-i është gati, edhe mundemi me përdor kudo në Evropë. Kjo procedurë u kry, për më aktivizu eSIM-i, do të me qenë i kyqen në wireless. Shënjestër.net